Ne lam pas një javë të veçantë, në të cilën Partia Demokratike përfundoi institucionalizimin e plot të saj, të forumeve të saj. Me këtë rast, ajo çka duhet të informoj të gjithë ju, është se ky proces u zhvillua në moton e ripërtritjes së Partisë Demokratike. Dhe ju them me kënaqësi, jo vetëm të ripërtritjes në kuptimin e numrave, por edhe të proporcionave deficitare, do të thosha, në këtë parti. Kështu, sot në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, 60% përbëjnë të rit dhe gratë. Dhe ky është një proporcionim shumë i rëndësishëm për ne, sepse patëm trashëguar një deformim nga i cili u ndam përfundimisht. 2/3 e kryesisë së zgjedhur të Partisë Demokratike zgjidhen për herë të parë, sikundër 3 nënkryetarë të Partisë Demokratike zgjidhen për herë të parë, nga 14 sekretarë, vetëm 3 janë të rizgjedhur. Pra, mund të informoj se ky është procesi më i thellë i ripërtritjes Partisë Demokratike pas themelimit të saj. Por nga ana tjetër, janë vendosur proporcione të domosdoshme të përfaqësimit në këtë parti. Jam i bindur se kërkesa themelore për çdo qytetar dhe antar mbështetës të kësaj partie ka qenë ripërtritja. Ju siguroj se në këtë proces nuk kanë ndryshuar vetëm statistikat, por Partia Demokratike ka shpalosur kualitete dhe vlera ndër më të shquarat. Kështu që në kilometrin e fundit të saj, ajo ka një ekip të pajisur me të gjitha aftësitë për të udhëhequr këtë parti për përmbushjen me sukses të misionit të saj. Duhet të theksoj me këtë rast se ne jemi një parti që bazohemi tek vota e antarëve tanë dhe shpreh mirënjohje të thellë për të gjithë bashkëpunëtorët e mi që nuk u zgjodhen, të cilët kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm. Unë ruaj për ta vlerësimin më të lartë. Theksoj se shumë prej tyre kanë funksione të tjera shumë të rëndësishme në Partinë Demokratike, grupin e saj parlamentar dhe misione në drejtim të reformave themelore në interes të kësaj partie dhe të vendit. Kjo është ajo çka unë desha t'u informoj ju, por duhet them
prap me kënaqësi se procesi i ripërtritjes nuk ndalet dhe nuk do ndalet. Në mënyrë të përsëritur ju kisha pohuar se Partia Demokratike ka rreth saj personalitetet shqura, individ me vlera ekselent në fushat e veta. Dhe jo pak prej tyre garuan me sukses në këtë proces, por janë të tjerë të shumët që kanë shprehur gatishmërinë dhe janë të lidhur me Partinë Demokratike. Kanë shprehur gatishmërinë për të kontribuar, për të vënë në dispozicion të qytetarëve shqiptarë të vizionit të kësaj partie të gjithë potencialin e tyre intelektual, profesional, në Shqipëri, në Europë dhe në botë kudo që ndodhen. Për herë të parë në këtë proces ripërtritje, u institucionalizuar roli dhe vendi i diasporës. Hapat para transishme janë shënuar. Një nënkryetare partie dhe një sekretar për diasporën janë zgjedhur. Përpjekjet tjera do të bëhen për ridimensionim në rolit të diasporës në jetën politike të Partisë Demokratike dhe të Shqipërisë. Pra, për të gjithë ata të cilët kërkonin me të drejtë dhe prisnin ripërtritje si tipar kryesor, mendoj se hapa transishme janë shënuar dhe të tjera do vinë.